Vazhdojmë tani me recetën e dytë. Bëhet fjalë për një supë me oriz me salcë të kuqe. Fillimisht I tregojmë produktet, sa gram për secilën dhe vazhdojmë punën. Ja dhe ke keni të shkruar 300 gram mish I grirë viçi, 80 gram oriz, një qep mesatare, 2 thelpinj hudhër, një luggjelle vaj ulliri, 2 luggjelle salcë domate ose një domate e madhe e grirë rimët, lëng mishi ose ujë, piper I kuq I ëmbël, një lugë çaji, krip dhe piper I zi për shije dhe majdanozi freskët për servirje. Shohim tani procesin e punës. Djene bëm Qoftet, pastaj qofte, ju verlajtë si të dëshironi ju. Dhe normalisht nuk gatoje pak më pak. Më teproj ky mish I grirë me orizin. Gjë që dje orizin unë nuk e kisha parazier, gjë që është I barabartë me këtë oriz, por është më pak I zbutur nga lagështira e mishit. Kam vendosur pakës fare ujë. Përse kam vendosur ujë, që mos të jetë fare I thatë, e thatë nxerja. Mos jemi tek skuqet e theksuara. E lë pakës fare dhe shtoj direkt qepën. Tek qepa. Vaj, qepën e kam lënë në ujë më përpara, që të jetë më e butë dhe që të hiki djegësira e qepës. Pra, ato qepë që djegin, normalisht vendosin në ujë. E mirat mirave është gjithmonë, o vendosin në ujë, ose me një letër alumini, për shumë pak vendosin në frigorifer. Do krijohet zbutja. Është më e kollajt në prerje, pa tjetër. Dhe për mua është akoma dhe më mirë që në pak zbutje. Do të shtoj krip si gjithmonë. Normalisht që e kemi mësuar përmendësh këtë frazë. Krip I perë, sigurisht dyshja për rregullimin e shijes. Është bashkëtesa më e mirë sepse e kripës me piperin. Ku është kripa është piperi, ku është kripa është sheqeri, dhe ku është vaj është uthulla në brumë. Edhe kripa dhe sheqeri sërish të brumë. Se piperi duhet patjetër se na ndihmon për përthithjen e elementeve që kanë gatimet. Kështu që përveç se shijes që I jep. Nëse doni të jepni piper të kuq pikant, është shumë më mirë. Pra shtoni një dosë të vogël piperit kuq, që ne të kemi mundësinë që nuk shtojmë 2 lloj piperash. Në momentin që unë shtoj, salcën e koncentruar mua nuk më duhet asnjë lloj salce tjetër. Sepse do ta bëj, do ta mbys në salcë. Që kështu vetëm kaq më duhet. Salcën nuk e punoj me lugdruri, por e punoj qytet më mirë. Lëm që të zbutet mirë edhe qepa, që atë mos jetë al dente, apo të jetë mirë e tretur në përfundim, kështu që ne do të shfaqim numrin, regjia më ndihmon të shfaqim numrin në ekran dhe vazhdojmë me komunikimin tonë së bashku, e para se çfarë përgatuani, na tregoni eksperiencat tuaja të gatimit në shtëpitë tuaja dhe së dyti, ato që kërkoi dhe Albana, ka dëshirë që ju ta pyesni nëse keni kaq produkte në frigorifer apo në dollap. Ne t'ju sugjerojmë një gatim me to. Pra, kur ndodhemi shpesh që kam 1, 2, 3 perime ose këto produkte në tryez, në frigorifer, si mund t'i kthejmë ato në një recetë të shpejtë edhe të shijshme për familjen tonë. E kemi nisur me tavën me plënës, e kemi vendosur për t'u pjekur, ndërkohë do të vazhdojmë me orizin. Supën. Një mas të orizit se kaq është shumë. Ju keni 80 gram. E marr dhe e shplaj orizin. Bën gjell gjithmonë para se ta gatuajmë. Gjithmonë mos e harrojmë këtë pjesë. Nëse duam që të kemi një shëndet të mirë, e para për arsenikun që përmban orizi, është një lëndë I cili shtohet për ta ruajtur atë sa më gjatë, ndaj për çdo gatim ne duhet ta shpëlajmë. Mirë, madje me ujë të ngrohtë apo të ftohtë si ka, përpara se ta gatuajmë një shpëlarje e orizit. Shtoj mishin e grirë. Në vetë lagështirën e qepës.
Gjithmonë në supë shtojmë nga pak ujë. Në çdo gatim, jo vetëm në supë. Nuk e bëjmë det. Dhe as nuk ka urdhësi më gjatë. Notojmë produktet mbi ujë, në lëng. Thuhet, vendosemi lëng mishi. Unë nuk kam nevojë të vendos lëng mishi. Unë ja u kam shkruar sepse i di që disa anvisa do thonë, është me lëng mishi. Pra ja u bëj qefi disa anvisave, por unë nuk kam nevojë për lëng mishi, sepse unë e kam me mish të grirë. Pra vetë lëngu që do përfitohet, pra vetë është nga mishi. Pati të lëngu është nga mishi. Mish të perime. E përzijej mirë derisa kur ne kemi në frigorifer, mos të kemi ato topsat e vegjël të mishit. Prandaj dhe mira është, nëse ne e zijem ta kemi në ngrirje, dhe e lëm të shkrihet vetë gradualisht, pa e kaluar në mikroval dhe truket. Pra, kam një mas të duhur, i shtoj, i vendos edhe kapakun. Kam. Unë për këtë mas do vendos vetëm një thelpi hudhër. Po, në një tenxhere më të madhe, sigurisht edhe përbërësit e tjerë që u lexuan, do t'jenë në masa më të mëdhaja, gjithmonë sipas antarëve ose sasisë që ne gatuajmë. Ja shtojmë edhe thelpin e hudhrës të grirë imët. Pa do t'i shtojmë edhe ujë që të zjej. Të jetë pure. Hudhra të jetë pure. Do të kaloj masën e orizit dhe shikoni shumë mirë. Lungun që lëshon orizi. E shtoj. Orizin dhe ujin për ta zier.